Turistik dhe relaksi shfrytëzohet shumë nga njerëz me probleme shëndetësore. Drita Ndoci këtë vend e viziton që 8 vjet rresht, pasi thot se ka ndikuar shumë në shërimin e saj. Drita dhe shumë vizitorë të tjerë kërkojnë që në Prevall të ketë një qendër shëndetësore, pavarësisht se sa e madhe mund të bëhej. Kam marrë të shtunen edhe kam qenë me tension të lartë. A ditë që erdha me tension të lartë, e necet me tension të lartë, ku të shkoja? Ku të shkoja, më të atencionin vetë, edhe kisha të lartë. Asë në gja, mund kem pi një kokër për tensionin, sepse njerëzit e smur vinë to, unë jam me diabet, jam me tension, një operacion e kam kalu, falenderoj Zotin ku jam, pra njeriu ka nevojë për një qendër shëndetësore, sa të vogël tjetë. Gjithë këta njerëz këtu vinë për shërim, po edhe janë të smut, nëse ju keqësohet gjendja, diçka s'kan ku me morë ndihmën e parë. Që kjo është më me rëndësi. Por ky vend, anipse me bukuri natyrore, ka edhe mungesa të shumta. Prevalla nuk ka përfituar investime në infrastrukturë që nga krijimi i saj. Rrugët brenda fshatit turistik janë në gjendje të keqe. Që çfarë rrugë? Kur bie shiti në për lloçmen që vjen në për banesa. Shumë keq. Këtu unë kam përvojë po njerëz që në shëru këtu për shumë smunër, sidomos për leukemie. Ky vend turistik që se ka bota, edhe s'del me investu kur kushit. Skandaloze. Unë ditiro me nxjerrë makinën në Kodër, këtu, edhe nisem me shkoj me makinë deri në Fjetore. Se është pluhur, komplet pluhur. Ky vend turistik ka ngelur pa përkujdesje institucionale pasi mbetet në mes të institucioneve qendrore dhe atyre lokale. Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, thot se i ka kërkuar Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor që t'ua kthej kompetencat e menaxhimit. Në momentin kur Ministria na i kthen kompetencat, ne jemi të gatshëm me aq kapacitet sa kemi, t'i kushtojmë kujdes edhe vëmendje, edhe të fillojmë ndoshta me projekte të vogla, mirë po dal nga dal, pak nga pak, arrihet një efekt i caktuar atje, sepse dim që Prevalla është aset, kisha me thonë, nacional. Vetëm në një ditë, sidomos gjatë fundjavës, në Prevall regjistrohen qindra vizitorë, jo vetëm nga Kosova, por dhe nga vendet e tjera të rajonit.